Në një shtëpi të ngrohtë pranë një kopshti të gjelbër, jetonte një mace e vogël me emrin Mila. Mila kishte gëzof të butë dhe sy që shkëlqenin si yje. Ajo ishte shumë kurioze dhe donte të mësonte gjithçka rreth botës. Çdo mëngjes, Mila zgjohej herët sepse macet janë kafshë shumë vigjilente. Ajo shtriqej ngadalë sepse trupi i maceve është i ndërtuar për të qenë fleksibël dhe i shpejtë. Macet kanë muskuj të fortë dhe mund të kërcejnë shumë më lart se gjatësia e tyre. Mila dëgjonte edhe tinguj shumë të vegjël. Kjo sepse macet kanë dëgjim shumë të mprehtë, më të fortë se i njeriut. Mustaqet e saj e ndihmonin të kuptonte hapësirat dhe të lëvizte edhe në errësirë. Kur ishte e lumtur, Mila gërhiste butë. Gërhitja e maceve tregon qetësi dhe dashuri. Ajo i pëlqente të luante, sepse loja i ndihmon macet të ushtrojnë trupin dhe mendjen. Në fund të ditës, Mila flinte shumë, sepse macet flenë rreth 12-16 orë në ditë. Para se të mbyllte syt, ajo mendonte sa e bukur është jeta e një maceje, e zgjuar, e butë, e pastër dhe plot dashuri.